Komshia ime i ka hedhur qëllimisht pirat të shkallët, edhe që për asaj dite nuk kam për t'i folur më me gojë. Ne zihemi kaq shpesh sa divorci duket zgjidhja e vetme. Nëse pastori nuk fillon të tregoj respekt për mua dhe për familjen time, atëherë ne do të largohemi nga kisha. Si ka mundësi që dikush që e quan veten biznesmeni krishterë të jetë një batakçi i tillë? Të krishterët grinden. Ata grinden një lloj, sikundër të gjithë të tjerë. Edhe kur kjo ndodh, biznesi dhe karriera vuajnë pasojat. Marrëdhëniet dobësohen. Edhe dëshmia e kishës me të vërtet bie. Ju mund të mësoni për të përmbysur këtë model. Ju mund të mësoni nga parimet e paqëbërjes, të cilat janë shprehur aq qartë në fjalën e Perëndisë. Shkolla me emrin Qendra për Drejtues të Krishterë, në bashkëpunim me Fondacionin Logos dhe Studion Logos, prezantojnë seminarin Paqëbërësi me 4 seri videokasetash, DVD-sh, tepër të nevojshme për çdo krishter. Le t'i ndjekim së bashku.